Çfarë nëse lëvizja vetëvendosje dështon në formimin e qeverisë? Sot certifikohen rezultatet e zgjedhjeve të 9 shkurtit nga KQZ. Mirëpo, çfarë ndodh pas certifikimit? Sipas ligjit për qeverinë, anëtarët e qeverisë aktuale të udhëhequr nga Albin Kurti, të cilët kanë vetuar postin e deputetit, duhet të japin ndërheqjen një ditë para certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Më pas vjen konstituimi i kuvendit. Pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, presidentja Vjosa Osmani ka një afat prej 30 ditësh për të thirrur seancën konstituive të kuvendit. Në këtë seancë, deputetët bëjnë betimin dhe zgjidhen kryetari i kuvendit dhe nënkryetarët e kuvendit. Posti i kryetarit natyrisht i takon partisë fituese, pra lëvizjes vetëvendosje, ndërsa secila parti tjetër që është pjesë e kuvendit duhet të caktoj apo të emroj një nënkryetar nga partia e tyre, përfshirë këto edhe komunitetet dhe pakicat. Sipas ligjit, seanca konstituive përfundon me zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve dhe me betimin e deputetëve, dhe pengesat apo ndërhyrjet në këtë seancë nuk mund të zgjasin më shumë se 48 orë. Por çfarë ndodh më pas? Qeveria e përkohshme pas konstituimit të kuvendit ka kompetenca të kufizuara. Dhe pas kësaj lëshohet rruga për formimin e ekzekutivit apo qeverisë së re. Presidentja Osmani duhet t'i propozoj partisë fituese, në këtë rast pra lëvizjes vetëvendosje, si mandatare për formimin e qeverisë. Mandatari duhet të sigurojë 61 vota në kuvend. Sipas rezultateve përfundimtare, pra që pritet të certifikohen sot, vetëvendosja ka fituar 42.30%, pra 48 ulse. PDK-ja ka fituar 20.95%, pra 24 ulse, LDK-ja 18.27%, pra 20 ulse, AK-ja së bashku me nismën 7.06%, pra 8 ulse, dhe lista serbe 4.26 apo 9 ulse. Mirë, po sipas këtij rezultati, që të formohet qeveria, nevojitet një koalicion, për shkak se asnjëra nga partitë nuk e ka arritur numrin e caktuar të ulësve për të pasur edhe votat për formimin e qeverisë. Lëvizja vetëvendosje ka shprehur gatishmërinë të bashkëpunojë me partitë jo shumicë, pra që i garantojnë edhe 10 ulse të tjera, ndërsa partitë e tjera janë deklaruar kundër bashkëqeverisjes me lëvizjen vetëvendosje, por megjithatë Kurti ka deklaruar se ai do të udhëheqë qeverinë e re. Çfarë nëse lëvizja vetëvendosje dështon në formimin e qeverisë? Nëse vetëvendosja nuk e siguron shumicën, atëherë presidentja sipas ligjit ka 10 ditë kohë për të ftuar partitë në konsultime. Ajo mund të caktojë një mandatar tjetër, i cili vërteton se e ka shumicën. Zakonisht mandatari i dytë është partia e dytë fituese në zgjedhje, e cila ka 15 ditë kohë për të paraqitur përbërjen e qeverisë së re në kuvend. Nëse dështon edhe tentativa e dytë, atëherë presidentja Osmani është e detyruar të shpallë zgjedhje të reja brenda 40 ditëve. Kujtojmë se zgjedhjet e 9 shkurtit 2025 janë zgjedhjet e para të rregullta parlamentare në Kosovë, qysh nga shpallja e pavarësisë.